Fshati i Gjormë në bashkinë e Selenicës këtë të martë të 20 janarit ishte një ditë feste dhe përkujtimi për komandantin e brigadës së 5 sulmuese, heroin e popullit Abbas Shehu, që ra heroikisht në luftë më 12 dhjetor 1943 me pushtuesit nazist. Me këtë rast është organizuar edhe ceremonia e përfundimit të restaurimit të lapidarit në përkujtim të Abbas Shehut. Të pranishëm kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj, ish deputetja e Vlorës Valentina Leskaj, deputet përfaqësues të Komitetit të Veteranëve dhe Pasardhësve të rrethit Vlorë dhe banor të zonës. Kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj theksoi se kjo datë është shumë e rëndësishme, pasi përkujton brigadën e 5 sulmuese. Sot është një ditë e veçantë jo për laborim, po për gjithë Shqipërinë. Është 20 janari, dita e themelimit të brigadës së 5 sulmuese. Jemi pikërisht tu te lapidari rikonstruktuar i komandantit të parë Abbas Shehu. Këtu unë duhet të falenderoj edhe Valin si përfaqësuese e familjes, e cila ka kontribuar për rikonstruksionin e këtij lapidari. Nuk është një vepër e cila ne e themi infrastrukture, po këtu ka mbart historinë, mbart memorien, ku ata burra, ato gra, ata djem edhe vajza, në lulen e rinisë të tyre dhanë gjën më të shtrenjtë, dhanë jetën e tyre, ku në këmbim ata nuk kërkuan asgjë. Ata kishin ëndër Shqipërinë e lirë të pavarur dhe Shqipërinë në Europë. E pikërisht jemi ne të pushtetit lokal dhe vendor që duhet punojmë nga pak çdo ditë, çdo moment, të gjithë populli që dhe ëndrën e tyre ne dal nga dal ta bëjmë realitet. Ish deputetja e qarkut të Vlorës Valentina Leskaj foli me emocione në këtë ditë edhe si mbesa e komandantit të parë të brigadës së 5 sulmuese, heroi të popullit Abbas Shehu. Është përvjetori i brigadës 5 sulmuese. Këtu jemi te lapidari heroi të popullit Abbas Shehu, po unë do të thoshe që jam këtu jo thjesht si një përfaqësuese e familjes, domethënë jo si mbesa e tij, po jam këtu si një detyrim moral që ka çdo qytetar i këtij vendi, në mënyrë të veçantë njerëzit që janë të angazhuar në politik, për të nderuar, për të shprehur mirënjohjen, respektin për ata që kanë vënë jetën e tyre, lirinë e tyre në themel të lirisë së kombit. Sot bëm një homazh në lapidarin e Abbas Shehut, i cili do të thoshja është riinauguruar sot, sepse ky është një lapidar që ka vite që është aty, por sot ne kemi rastin edhe të rikonstruksionit të këtij lapidari, por natyrisht, duke qenë që Abbasi ka qenë komandanti i parë i brigadës 5 sulmuese, e filluam nga komandanti dhe do të vijojmë me festimet e tjera, me homazhet për brigadën e 5 sulmuese. Bashkia e Selenicës ka një vëmendje të veçantë, tha kryebashkiaku Nertil Bellaj, në drejtim të përkujtimit të ngjarjeve historike dhe lartësimit të figurave që dhanë kontributin e tyre. Bellaj tha se do të vazhdojë këtë angazhim të nisur, ndërsa falënderime për këtë krahin edhe nga ish deputetja Valentina Leskaj. Bashkia e Selenicës ka pasur një vëmendje të veçantë për gjithë datat historike, për gjithë monumentet që janë bërë për nder tyre. Ne kemi filluar dhe në datën 28 nëntor, pikërisht në Gumenic, ku është dhe krijuar brigada e 5 sulmuese që ka qenë komandant Abbas Shehu, e do vazhdojmë gjatë gjithë vitit kalendarik për të gjitha datat dhe një vëmendje të veçantë për gjithë monumentet që janë bërë për këto data. Nderojmë edhe komandantin e parë dhe gjithë ata heronj edhe dëshmorë që kanë dhënë jetën, po me këtë rast unë duhet të shpreh një falënderim edhe nderim për gjithë popullin e kësaj krahine, gjithë popullin e Vlorës, në mënyrë të veçantë kësaj krahine, jo rastësisht këtu është themeluar ajo brigadë që është brigadë heroin, brigada e 5. Kjo lidhet me vlerat që përfaqëson kjo krahin, me vlerat që përfaqëson Vlora, dhe do thoshja që vlerat janë dëshmuar edhe në ruajtjen e veprave të dëshmorëve në këtë zonë, sepse historia jonë, sidomos e 35 vjetëve të fundit, ka pas edhe raste që janë dëmtuar ose
do të thoshja që nuk janë respektuar simbolet e veprës së luftës së dytë antifashiste, kurse në këtë zonë janë ruajtur ashtu siç është ruajtur edhe lapidari Abbas Sheut, pavarësisht nga rekonstruksioni apo rinovimet që kanë nevojë her pas here këto vepra që mirëmban, dhe ky është edhe një apel do të thoshja për pushtetin qendror, natyrisht edhe lokal, për t'i rikthyer syt edhe për të kontribuar në mirëmbajtjen e këtyre veprave, sepse janë historia e popullit shqiptar, një histori që i bën nder Shqipërisë, është një histori që lidhet me luftën antifashiste që e nderon gjithë bota.